15 Ja, vite? tani kemi nisur me pjesën e dytë të emisionit, ku kemi të ftuar në parë Elca Larkins me berberen më cool të momentit. Mirëmëngjes. Duke shumë bukur dhe të mendosh, i berbere ka që bukur në një territor komplet meshkush, nuk e di nëse të ka ndihmuar më shumë apo të ka prish më shumë punë në ky fakt. Asnjë nga të dyja. Asnjë. Sepse është një profesion shumë për meshkuj, edhe ti shikohesh si çfarë po bën kjo këtu, domethënë, edhe nuk shikohesh më shumë, okej, kjo ditë bëj atë punë, domethënë. Interesante, por ti ke jetuar një pjesë të madhe të jetës tënde në Britani apo jo? 28 vite. 28 vite në Britani. Atje ka lindur dhe kjo dëshira për të bërë berbere? Berbere nuk kam filluar me berbere, kam qenë make-up artist për para, edhe mami më thotë që unë kam qenë make-up artist që 6 vjeç, të më thënë. Ka përqyre bukura dhe bota estetikës me së qëfar shosat. Edhe i bëja gjithmonë make-up gjithë kalamajve, edhe vetës time, dhe mami e dinte që unë do bëja një ditë make-up artist. Okej, mama gjithmonë e din, ka një intuit që gjithmonë e din. Çfarë ndodhi pastaj? Kur u shpërngule në Londër, profesionet e para që ke bërë? Unë kam qenë shumë e vogël kur kam shkuar në Londër, jam rritur atje domethënë, kam provuar profesionet ndryshme, të bëja dhe law, nuk e di si thënë këtu ligj, avokate, drejtësi dhe nuk më pëlqen. Ke studiuar për drejtësi? Po, e lash për gjysëm. Le për gjysëm, okej. Nuk të pëlqeu, nuk Jo, qëtë nuk më vete? pëlqen të fare, mua më pëlqen shumë punët që jam vazhdimisht duke bërë diçka. Okej. Po, t'jesh aktive. Si kalove tek profesioni ku je tani? Në Barbering. Barbering, po. Kam filluar për femra si fillim dhe punoja në Chelsea, në një zonë shumë të bukur të Londrës, dhe një ditë, nuk e di më, e thash vetës asnjëherë nuk do punoj më me femra. Çfarë shikoje, domethënë, si të pëlqente? Basi kërkesat e tepërta që ne kemi her pas here? Dëgjoj, nuk është se kemi kërkesa, por nuk e dim se çfarë duam ne. Ndërsa meshkujt janë... Jenë si natyri jo kështu, femrat. Një qik pas ke dash ti. Po, ajsh. Jo, ne femrat jemi pak duam diçka, duam një ndryshim, por nuk e dim se çfarë duam. Ndërsa meshkujt janë më shumë... Që më praktikë në base. Jo, edhe puna me meshkuj është më e vështirë se me femrat, të më vërtetën, sepse në qofse bën një gabim të floku i shkurtër, duket më shumë, në qofse bën një gabim të krisa, për shembull, mund ta rregulloj në minutë. Por meshkujt janë edhe më loyal, vinë më shpesh, janë më besnik me berberin se me çdo gjë tjetër. Po, profesionin pra si berbere e ke nisur në Londër, apo jo? Për meshkuj, po në Londër, po vendose ta zhvilloj për meshkuj në Shqipëri? Po, kisha një ëndër, kam një dëshirë që një ditë do të kthehem këtu, dhe burim nuk është shqiptar dhe ai do të kthehet këtu, domethënë. Edhe ai do të kthehet? Po, ai do të jetojë këtu. Keni të njëjtin profesion, apo? Jo, Ka tjetër profesion? Tjetër, totalisht. Okej. Çfarë që se ka dëshirën të vinë në Shqipëri? Burim bën heritage construction, që do me thënë që janë ndërtesa që janë shumë të vjetra. Jo, është një projekt që e bën mirëmbajtje, ndërtimin nga fillimi, por pa prishur strukturën, do me thënë. Sa bukur. Shqipëri duen shumë atë, më fakt më thënë. Mirë, se po ja sjell një dhuratë. Edhe po, si më pas... Pastaj, ideja e Tiranës është doja të sillja diçka tjetër, doja të sillja një frym tjetër, ideja doja të sillja edhe një akademi, do kisha shumë dëshirë që të... Ngresh një shkollë, pra, për vajza, po të besoj dhe për djemë, cilët duan. Po doja shumë vajza që të vinin, por... Ka vajza edhe në Shqipëri, berbere. Po. Sa qef. Ashtu, a? Të duket çudi. Nuk e di, si është balanca mes Është akoma Anglisë është një dhe profesion Shqipërisë? shumë tabu, edhe këtu është më shumë se sa atje kemi shumë vajza, do sjell dhe një artiste shumë shpejt në Tiranë, për trajnime, për ashtu. Bukur, po. Por këtu është akoma pak tabu, do me thënë. Ti momentalisht e ka hapur një salon në Tiranë? Po. Okej, që ndodhet në zonën e? Lakeview.
liçeni. Po. Liçeni. Por nuk është salon, sepse shumë njerëz më thonë, barbershop. Nuk është ashtu. Ne kemi me bilardo, kemi me bar, kemi të njëjtën Është më shumë gjë. se sa një salon. E kemi të njëjtën gjë si në Londër, është identike, A di nesa se sa puna ke hapur në, që nëse të shunat vinë aty nuk dalin më nga bilardo, nga Në saloni, nga bilardo. Se kanë zë gjatë. Ajo është ideja, sepse për femra ka shumë, ku mund të shkojnë të relaxin, të bëjnë tashe teme. Qyra dhe tyra. Se jo një për Dhe ti po meshkuj. i jep edhe kohën për meshkujt, por e nisim, ose këthejmë dhe njëra aty ku ti nise në Londër, ku hoqet dorë nga vajza dhe nise të punosh me djemë. Ka i qënë deri diku e vështirë për ty atje? E ke ndjerë atje paksa deri diku këtë skepticizmin dhe s'po e them para gjykim, po? Edhe atje është, ka qënë paka shumë, kur kam filluar unë ka qënë para 20 viteve, do më thënë ka qënë akoma nuk... Gjëja më e lezetshme ka qënë që më merrnin në telefon dhe më thonin, a keni një mashkull që mund t'i presi flokët e mia? Edhe unë i thoja jo, sepse unë e kam filluar punën vetëm, do më thënë. Ishe vetëm ti? Po. Edhe shumë herë kërkonin, ose mendonin se të jesh femër, ti do failsh, do me thënë, nuk do hecësh, nuk do e bësh punën si që bëjnë meshkujt, por unë mendoj se femrat kujdesin më mirë për pamjen e për lukun dhe për pamjen e djemve. Në këtë kohë, njihje partnerin, kur hape biznesin, e kështë njohë partnerin, apo e unë dhe burim kemi shumë vite, do me thënë kemi dhe 3 fëmijë. Ti keni dhe jetë. Kemi të fitë të mëdhenj, 22, 18 dhe 5. Na zbulo me moshën tënde, po e pa besueshme. Ka thasë që unë mbush 30 në gusht. Ashtu duke zhere për hershme. Jo, po pyesja që nëse e ka pasur ai ndonjëherë problem profesionin tënd të punuarit në meshkuj, okay? Përkundrazi, ai më ka ndihmuar për çdo gjë, për pjesën e ndërtimit, sepse unë kam ide të qarta, edhe jam pak e vështirë të punosh si person, edhe bashkë kemi gjetur balancën, i kemi bërë dizajn bashkë, i kemi bërë dhe punën në salonën e parë tonin, e kemi bërë bashkë, më thënë, gjatë ditës unë punoja, në darkë i bënim ato lyrjet bashkë, e gjëra që donim. Nëse e bukur. Pra ka qenë supportiv. Elsa, ti ke arritur të bësh një shkollë për këtë profesion? Po, e kam bërë në Londër. Pra ka një shkollë specifike, se i përket? Ka shumë kurse, ka barbering schools, ka shumë gjëra. Se këtu në Shqipëri nuk di të ketë, pak të në shumë. Për vajzat, plase për djemë të po. Nuk e di për vajzat të për jo, për djemë. Se dia mund përshien dhe vajzat, këtu duke qenë se shpak si më e rrallë. Dhe kur vendoset të asilësh në Shqipëri, si kanë qënë në base reagimet, komentet e njerëzve, kanë të mos e bëj, se në dojët, se ka shumë. Akoma më thonë mos e bëj, por unë jam këtu edhe nuk do iki, kështu që... Po, e këndarë mëndin që do rikthesh këtu? Po, një ditë do rikthehem këtu, por nuk e di kur. Sa kushton një përje flokësh të çunave në Angli? Në Angli... Se më kurioze. Fillon nga 30. Mund të keshte më shumë. 30 vështirë të gjenë, me thënë drejtë. 30 ka shkuar këtu. Jo, do më thënë, unë jam munduar që ta mbaj çmimin në balans, që nuk dua që saloni im të duket vetëm tjeti e aksesushëm nga vetëm një lloj shtrese, sepse këtu në Shqipëri ndodh kjo, por atje jam munduar që ta ketë edhe për shembull dikush që nuk i ka mundësit e totale, do më thënë, për të paguar një çmim të madh, kështu që e kemi shumë accessible. Është e vështirë, faktik. Unë kam një mikun tim që jeton në Londër edhe ai pret të vinë Shqipëri që tjetë dhe sa herë komunikojmë me te bëhet shumë. Në vërtet ka shumë barbershops në Londër. Ka, po pjesa e legëve. Sigurisht. Të përstejnë. Çunat kujt i kushtojnë më shumë rëndësi, prerjes së flokëve apo mjekrës? Sepse është një nga gjërat kryesore në estetikën e tyre, edhe mjekra. Dëgjoj, mjekra ka
Po them një 5-6 vite tani të fundit që është më rëndësishme. Mund të bësh çdo gjë të flokët, vetëm mjekrën e duan. Tjetër kur duan perfekt. Por mendoj se mund të bëjnë më shumë për mjekrën, sepse meshkujt nuk din akoma ta mirëmbajnë mjekrën, sepse mjekra mund të mbajë shumë bakterje që do një kujdes të veçantë. Si është një përkujdesje e duhur e mjekrës? Me vajrat e duhura, me face wash të duhura, duhet një proces. Edhe kësa e lëkurës. Elsa, një gjë që unë vëres shumë të djemë të kove të fundit është i ndjekin tendencat. Herë pas herë edhe eksperimentojnë, shumë me ngjyrën e flokëve, apo me stilin, i zjasin, bëjnë këto modelet flokët në formë shumë katurela. Po, katurelat janë shumë tani. Katurelat janë diçka që ka hyrë. Katurelat dhe nuk e tja ka hyrë këtu malet. Nuk e di... Flasin për meshkuj? Po, pa tjetër. Pesa kur është me gjatë kjo? Po. Përdoret shumë rrallë, por që njëhet si. Po, këto kanë ndryshuar vitet e fundit. Duan, në bas Covidit, meshkuj kanë ndryshuar, do me thënë, prerën e flokëvet. Nuk i duan më të shkurtra, nuk i duan më atë fading tipik, duan më shumë pak më klasikët. Po. A i qëndrojnë gjithmonë me një model flokosh, apo vjen një periudhë që të ndryshojnë, bëjnë ndryshime? Dhe kur i bëjnë këto ndryshime? Në verë, në dimër? Varet, se çfarë ndodh në jetën e tyre, dhe me thënë, se në qoftë se janë duke kaluar, për shembull, një ndarje. Bëjnë ndryshime me flokët? Ndryshime, edhe çuna. Qa kanë çuna? Ndryshimi që bëjnë, për shembull? Çfarë bëret? Fillojnë të kujdesen më shumë për flokët, fillojnë të kujdesen më shumë për mjekrën, më rregullo pak këtu, më rregullo pak aty. Dhe ti e kupton. Si të duken çunat shqiptar? Sa të kujdesshëm janë çunat shqiptar për lukun? Se një prerje na duken e gjithë, kjo bazkati njëre Kjo kanë të është ajo gjithë që më doja ta ndryshoja në Shqipëri, të në vërtetën. Janë të gjithë më duken njësoj dhe janë pak mbrapa, por shikoj që ka disa ndryshime të vogla këto kohët e fundit, por duken pak njësoj. Çfarë ndodh me ta? Nuk guxojnë, e kemi pak dhe nga ana sociale në që jemi njerëz që na pëlqen rehatliku në këtë sens. Dëgjoj, meshkujve i pëlqen rehatliku. Nuk i pëlqejnë shumë ndryshimet. Se që tash, ato vetëm ndryshojnë kur kanë diçka që po i ndodhë në jetë, edhe nuk është se ndryshojnë shumë. Po nga ana tjetër meshkujt, unë e di, se duhet që se jam në mashkull vetë, po një pjesë e madhe e meshkujve, fatikisht, kur shkojnë të berberi, ose të berberia, unë do në qajnë pak hallin, do më thënë, hallet e veta, kërkojnë një psikoterapist që ta kena aty që të Unë jemi gjoj. psikoterapistët më të mirë, besoje. Ne i dim të gjithë sekretet e gjithve. Dhe është e vërtetë. A ka raste që vinë për shembull brenda një javë, pasi janë qetur, ose pse di si funksionon me djemë, po di që njërë në 2 javë, qetën djemë pagon shumë, njërë në 3 javë. Njërë në 2 javë, në 3 Sa javë. më shpesh se kanë nevojë të shprehen të këti. Qajnë ato hallet e veta, ose të kërkojnë një mendim nga ty me qënë se i e femër për partneren, ose nuk e di. Dhe ti e kupton që nuk ka ardhur për të qetur, se s'ka nevojë të qetet, po do të flasme ty. Po, por dëgjoj, është gjëja më e mirë që mund të bëjnë meshkujt, se meshkujt nuk flasin shumë, duhet ta hapim pak të. Meshkujt e vuajnë çdo gjë nga brenda, meshkujt kalojnë më shumë se sa ne, domethënë. Po, se ne edhe gjemë forma si të... Ne flasim me dikën, ne shprejmë me dikën, ndërsa meshkujt e kanë pak më të mbyllur, janë pak më të mbyllur dhe kur e gjenë atë comfort zone, kur e kanë atë, edhe normalisht që shprehen. Comfort zone. Londër, mëre. Kur vinë, për shembull, dhe qethen, ka ndodhur ndonjëherë që vinë në momentin që kanë një date për të bërë edhe të tregojnë detaje. Se çunat e kanë të rëndësishme, sa herë do takojnë një vajzë, gjën e parë që do të bëjnë është do të qethen, nuk shkojnë kur pa qetur. Po është rëndësishme kjo, sepse impakti parë që ke ti që do të shikos një mashkull është do të shikos prerjen e flokëve, do të shikos këpucët edhe ripin. Ripin, që nga shtu e ripi. Ripi është rëndësishëm. Pra duhet rip me se s'bën. Jo, po do t'i shikos. Të janë gjërat që duhet shikos. Po, problematikat më të mëdha duhet të riktheja edhe një herë asaj diskutimit, duke qenë se ju bën edhe rolin e psikoterapistes. Cilat janë problematikat më të mëdha që meshkujt
shprehin kur vinë tek ju? Ose hallet më të marrë që qajnë? Ose ndonjë rast që ty ka bërë përshtypje për shembull? Daj sekretet me ne. Mua më bëjnë përshtypje. Unë i trajtoj njerëzit njësoj. Unë kam futbollist, kam edhe njerëz të thjeshtë që vinë edhe gjithmonë meshkujt kanë nevojë të dëgjojë dikush. Nuk është e rëndësishme që çfarë po ndodh, atë çfarë po thonë. Ndonjëherë kanë vetëm nevojë të dëgjosh. Edhe kjo shumë e rëndësishme. Ju dëgjoni vërtet apo thjesht jeni kod gjatë gjithë kohës? Jo, me të vërtet dëgjoj. Edhe kam shpëtuar dhe shumë njerëz, domethënë që kanë qenë në gjendje të keqe, domethënë kam shpenzuar një kohë më të gjatë se unë do ta shpenzoja me dikë dhe vetëm thjesht që të qetësohen. Sa bukur, tarifon shtesë në këtë rast? Jo. Se shërbim shtesë. Jo, thjesht njeri nuk do të thotë që të tarifosh më shtrenjtë. Që sot në këto sallonet për djemë kanë nisur edhe trajtimet e fytyrës shumë, trajtimet mavu, maskat. I bëjnë djemë shqiptarë, kanë nisur tashmë ta preferojnë këtë gjën, apo kanë ende këtë tabun që jam për të bërë maska, më shajam në burë, si jam femër. Akoma jo, këtu në Shqipëri është pak më e vështirë ti thua që ti bëjnë këto trajtime, por në Londër është shumë e njohur. Domethënë, unë këtu në Shqipëri kam thellur gjithë produktet siç i kam në Londër dhe kemi një që është me 24 karat flori, mask për meshkuj dhe është shumë e mirë. Mask me flori 24 karat. Për meshkujt. Se në thoni që dhe me gotat i kemi të mask 24 karat. Ajde, sa e rritën stekën këta. Cilat janë planet e afat shkurtër dhe afat gjatë? Çfarë do të bëni në Shqipëri? Për momentin do fokusohem pak te akademia këtu në Tiranë, do sjell artistë të njohur në botën e barberin që janë... Për bërë masterclass. Po, për masterclass, do sjellim shumë artistë shumë shpejt, edhe pse njerëzit po më thonë nuk funksionon në Tiranë, do rrim prapë në Tiranë. Unë mendoj që me shkollën dhe akademinë që mund të hapësh, unë besoj që do ketë interes, sepse ka realisht që duan të mësojnë, dhe është një punë që sjell përfitime dhe... Unë mendoj se një profesion, për shumë si barber, si floktore, domethënë mund ta marrësh këshërët tua dhe mund t'i ikësh ku duash, mund punosh ku duash në botë, edhe është profesion që nuk të lën asnjëherë në balë. Kjo është vërtet. Me vërtet, Elsa po lexoja që ke punuar edhe me VIP-a si Vin Diesel edhe disa të tjera, apo jo? Kam qenë make-up artist me film and TV. Okej. Oh, interesante. Si ishte të punoje me ta? Mua më pëlqejnë shumë njerëzit që pavarësisht se sa të mëdhenj janë në botë, janë shumë humble, shumë modest, edhe me këmbë në tokë. Po. Edhe Vin Diesel është një nga ato. Fantastik. Po të tjerë, emra të tjerë, nëse mund përmendësh? Kemi shumë. Tani nuk po më kujtohet mirë, por edhe Rita Ora është. Rita Ora. Ke grimuar dhe të? Okej, fantastik. Por mua nuk më pëlqen shumë bota e filmit, më pëlqen më shumë bota e teatrit. Unë vdes për teatrin. Sa të ndryshon komplet pamjen, hyn karakter. Aty fillojmë për shumë nga paruket, nga kostyme, edhe kur shikon atë projektin që del aty dhe pastaj është një emocion në vete. E tjetër son personazhe, sa bukur fantastike. Gocat sa guxojnë me stilet, me flokët e shkurtra? Se shumë goca jashtë ka, po në Shqipëri duket sikur preferojnë këtë gjë. Unë kam shumë goca për shembull që vinë tek unë dhe guxojnë. Guxojnë? Se kanë problem fare. Cilat janë disa nga stilet më të bukura për goca këto kohë? Flasim gjithmonë për flokët e shkurtra. Pixi është akoma është akoma në stil, pastaj edhe gocat bëjnë skin fade, by the way. Po patjetër. Po, edhe gocat bëjnë skin fade, por janë pak a shumë nuk shkojnë too much, por bëjmë edhe ngjyrat edhe këto, aty duket ndryshimi. Vazhdon ngjyra bjonde e flokëve të jetë trend tek çunat? Yes. Vazhdon, se çunat e kanë qef shumë. Po, dekolorim aty. Është duket bukur, domethënë, por nuk i shkon të gjithëve. Po, a ja Elsa ndonjëherë dikuj që të dërgon imazhin e një personazhi, të një personi thotë një flokët si ky, se më pëlqejnë shumë, se kam Se Cristiano Ronaldo. Nuk të shkon i thuatës. Kur bëhet një prerje duhet të shikosh shumë gjëra. Është jeta që personi bën, është një. Pamja e personit, si vishet ai gjatë gjithë ditës, sepse mund bëj një prerje kreative, por ti si person nuk mundesh të
kujdesesh për këtë, dhe unë ja them që jo, unë nuk e bëj. Shoh her pas here video të transformimeve të djemve, po janë transformime realisht, më thënë breslënce, djemë që vinë me një mjekër shumë të gjatë, me flokë shumë të gjata, dhe në fund dalin tjetër për tjetër njëri. Po. Sa e rëndësishme është dhe kjo? Dhe për psikologjinë atyre, që shoh një njeri komplet tjetër. I duhet pak kohë njerëzve që të shkojnë në atë fazë që të thojnë unë dua ta bëj këtë ndryshim. Edhe shumë e rëndësishme. Se ndryshim nga gocat, realisht djemë vjetër e më shumë. Duken 10 vite më të rinj. I rinon në moshë jo vetëm më të rinj, por jep një konfidencë, për shembull, unë mund të tregoj histori që ka ardhur dikush me këtë pamje dhe më tha, lutem më ndihmo, unë do shkoj për një intervistë pune. Edhe pastaj, nga pyetjet që bëjmë, shikojmë çfarë pune do bëj ky, dhe pastaj ja bëra flokët, edhe mjekrën, ka ardhur mbas një jave, vetëm të më tregoj që e mora punën, do me thënë, i jep një konfidencë, i jep një energji të mirë, kur ai duket mirë. Pamja është shumë e rëndësishme, dhe në mënyrën se si ne prezantojmë të tjerëve. Kështu që sa mirë që të kemi në Shqipëri tashmë, dhe që do, le të themi, edukojmë pak edhe djemtë shqiptarë me këto stilet e reja që deri më tani kanë pasur tabu apo trajtimet apo përkujdesjen e fytyrës, lëkurës dhe mjekës. Ka dhe një vend ku dhe mund të kalojnë kohën përveç se të qefen. Aty pëlqen shumë, që ke futbolar, dëshirat, këtu s'më pëlqen shumë. Radhën ato për shumë, shkojnë kemi futur bilardo, whisky, do me thënë mund të vinë total relax. Vetëm... Hajti nxjerrim më është aty, na ka hapur punë për këtë pjesë, por ka 24 garatë. Më në fund. Të gjitha. Ja, filloj debati që tani. Elsa, faleminderit shumë që erdhe dhe shumë suksese me gjithë të misionin që ke ndërmarrë për të ndryshuar një realitet shqiptar sa i përket fushës berberes vajzë, berbereve vajza. Pra të thyejmë sa tabu dhe të jenë të para që po e bëm këtë gjë në Shqipëri. Jo, dhe të japë edhe profesion të gjithë të rinjve që dëshirojnë. Jo, do doja botën e shumë. artit dhe estetikës. Do doja shumë që shumë njerëz të bëjnë diçka me jetën e tyre dhe të vazhdojnë të ecin përpara. Fantastike. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë dhe suksese. Faleminderit. Okej, ikim pak reklama dhe vim pas pak.